Këto copëza betoni mbetën nga kova ku ishin fshehur 400 gram eksploziv TNT. Por sasia mjetit shpërthyes u largua pa u aktivizuar nga obori Sejdi Bytyqit. Banori Semetishtit të Soarekës, posa e pa objektin e dyshimt në mëngjesin e 5 majit, lajmëroi policinë. Mirë po ndryshën nga raporti i forcave të rendit, ku thuhet se personi që lajmëroi rastin thotë se nuk i njeh të dyshuarit, ekipit e Klan Kosovës, a jo vetëm që i përmend emër, por edhe shkak. Mu ka kërcënu për që të pjesën që tu morë, ka lyp me qitu në morën këtë në knena, unë i kom thonë që nuk ka mundësi me qitë morë knena. Këj shie ke maty, këj personi është Bajram Bytyqi, a e dikun e ka autorizu, e ka pagu dikun. Nga personi që tani jeton në Francë thonë se kishin pasur edhe një rast të tillë 2 vite më parë, mirë po atko eksplozivi kishte shpërthyer. Ndërsa vllau i Sejdiut Haxhiu thotë se 2 vite më parë, kur këta kishin rregulluar rrugën, muin gati të rrëzuar te komshiut e kishin zëvendësuar me diçka tjetër, e që më pas kishte ndodhur shpërthimi. Në vend zidit e kemi vendosur që bezin me tel. Me tel është. Ka lyp me qitë zid në tepër, me athurë dhe aborrin e tij. Mirë po sipas tij, të lashët mes 2 familjeve kishin filluar kohë më parë. Ka 60 vjet. Që 60 vjet janë problemet ta? Po, kanë pas problem, po pleqë të tonë. Jenë përla me një agj, me një vllad babgjyshi tem, jenë përla. E ta në këta tanë t'ja kanë ndru ditën, e kanë zonë sakak, që t'ja kanë thyjë kryt. Derisa personi që akuzohet për porositje sulmi gjendet në Francë, Agim Bytyqi i afërm i tij tha klanit se në shtëpi jeton vetëm nëna e Bajramit, një plak më shumë se 90 vjeçare. Por ai nuk e lejoi klanin që të kontaktoj me të, e as të flas vet para kamerës. E pavarësisht krejt këtyre të lashëve, vëllezërit e sulmuar janë të vendosur që të mos ndërtohet mor i ri. Me dalë fare me krejt fëmijën shajka, me krejt fëmijën në të mqet fare, zit s'kapi neve.